Në studio jam tani me Bardhyl Bukrin. Ai është 37 vjeç, vjen nga komuniteti egjiptian, punon në një nga kompanitë më të mëdha të qytetit, në kompanitë e pastrimit. Nuk ndalet historia këtu për angazhimet që Bardhyli. Ne kemi ftuar për një tjetër aspekt të tij, sepse në fund të ditës Bardhyli bëhet piktor, dhe një piktor jo çfarëdo, sepse pikturat e tij ai i pikturon pikërisht me bojrat që kompani të ndryshme, biznese të ndryshme i hedhin. Ai i merr ato dhe i zhndëron në vepra arti, përmes të cilave vetë Bardhyli tregon që këto piktura janë një pjesë e identitetit të tij si pjesë e komunitetit egjiptian. Pra, ju jep jetë bojrave të hedhura duke shpëtuar ngjyrat e braktisura. Nuk ka bler kur asnjë bojë, më ka thënë, të gjitha i ka marrë nga kazan, nga bizneset që donin ato për të tjerët, që për të tjerët janë mbeturina, për Bardhylin janë një mundësi për të krijuar vepra arti. Mirë se erdhe Bardhyl. Ralla parë ju falenderoj për ftesën. Është një ndër i madh që janë emision Rrezi Dielli. Është një kënaqësi domethënë të japësh një intervistë këtu. Ti je një piktor, që kur ke filluar të pikturosh? Piktur, domethënë çish ka filluar çish fëmijëri. Qysh në fëmi, unë jam angazhuar do në pikturoja. Me bojrat të ndryshme. Kush e zbuloi talentin tënd, kush të ndihmonte për të pikturuar, për të blerë bojrat? Në atë kohë, askush nuk ka zbulu, thjesht, me atë mbeten time. Dëshirën tënde. Po, mbeten time njëherë për njëherë, më pas. Ke bërë piktura shumë të bukura. Cilat janë ngjyrat që ty të pëlqejnë më shumë në pikturë? Të gjithë. Të gjitha ngjyrat. Të gjithë. Më ke thënë që punon në një kompani. Po. Kompania Eko Tirana, e cila është një kompani gjigande dhe strikte në pastrim. Është vetmja firmë që unë kam njohur deri më sot. Që të ke fakti që je ti pjesë e komunitetit egjiptian. Jo se jam një pjesë aty ka dhe egjiptian tjerë. Nuk se jam vetëm unë. Është një firmë e cila e mbron dhe e identifikon punëtorin. Që e mbronë gjitha aspektet. Sa vite ke ti që punon? Unë bona 4 vite aty. Më përpara je marrë me çfarë? Më përpara nuk kam qenë këtu, kam qenë në Itali. Edhe aty ke punuar? Punë ndryshme. Punë të ndryshme. Pikturoje në Itali? Pikturoja, por nuk është se nxirrni atje. Nuk kishe mundësi ndoshta. Jo, nuk kisha mundësi, por nuk para nxirr sepse tash problematikat sociale, ekonomike, a do kemi ge piktura apo tek puna. Por erdha në Shqipëri domethënë edhe u vendosa këtu me familjen. I e prindi një goce? Po, një vajzë. Një vajzë ke. Është vajza që është mbrapa tek Leduolli i Madh? Kjo, tu është. Kjo është vajza jote? Po. Me flokët e gjata? Po. Sa vjeç është? 11. Pikturon si ty? Po. Edhe ajo pikturon. Edhe pikturon. ka arritur të marrë atë rrugtimin. Tregu pak këtë pjesën e historisë, si është dita jote, si vjen ai fundi i ditës kur ti përveç se përkushtohesh në punë, mundohesh që të mbledhësh këto bojrat që kompanitë të ndryshme, bizneset të ndryshme mund t'i konsiderojnë si mbeturina, pra i hedhin, ndërsa ti i grumbullon dhe pikturon me to. Është diçka shumë e bukur që ti bën. Shiko, në fillim, nisëm është një thjesht spontane. Thjesht spontane. Bashkë me një mikun tim, i cili pra e përshëndes, është shoferi im. Thjesht spontane, domethënë. I shqipni për biznesi që mbledh kompania ka lidhje, domethënë, edhe i merrshim. Hadi je 2 herë, 3 herë, mbajt ndërmend. Si ti hedhim? Se ti përfundojnë te kazanat e mbeturinave, bojrat. Këto mund të jenë pasuri. I mora, e provova, qoftë edhe këto të lajot, e provova. Doli diçka shumë e bukur. Edhe fillova masën avash, gradualisht. Ke dhe të lehtësoj nga ana ekonomike për të mos blerë bojra? Jo se nuk ka mundësi ekonomike, po thjesht për të krijuar idenë që edhe minoriteti rom, edhe minoriteti egjiptian në vitin 2006 ka arritur të grumullojë mbetet urbane. Në atë kohë ku ishte pushtet dikush tjetër. Edhe minoriteti punonte 30% punonin grumullonin mbetet urbane për të mbijetuar. Po ashtu dhe minoriteti rom. Të shohim pak pikturat që ti ke sjell në studion ton. Kadareja piktura e parë. Po. Pse u frymëzove për të pikturuar kadaren? Atëre, tek portreti i Kadares janë frymëzuar tek romani Kronika në Gur, sepse aty përmendet egjiptianët. Është ai që ka përmendur po komunitetin egjiptian. Domthon ka përmendur disa fragmente.
Po. Edhe mu më pëlqeu, domethënë. E kishe lexuar ti vepër apo të kishin thënë që Edhe jo të gjithë, se kam lexuar gjithë, po pjesën që më interesoi e mora. Edhe e lexova. Edhe fliste për egjiptian. Në atë kohë domethënë kur ai ka botu librin e vet. Kronik në gur. kjo të ka ndikuar për të bërë këtë pikturë? Piktura e dytë? Piktura e dytë është Ja afrojmë pak, Lidio. Piktura e dytë është Ramsi i dytë. Po. Në kohën e tit ne kemi ardhur në Trojët Ballkanike. Ma pas jemi shpërndar në Shqipëri. Po. Në shekullin e 12 dhe 13. Të gjitha pikturat ytra e kanë një kuptim, e kanë një mesazh, e kanë një histori të caktuar, ë? Pikërisht ka një mesazh për të përcjell. Për të kuptuar edhe shoqëria shqiptare që cilët janë egjiptianët e Shqipërisë. Se shpesh herë na ngatrojnë. Dhe me romët, edhe me egjiptianët. A ndjesh i diskriminuar si pjesë e komunitetit egjiptian dhe ku e ke ndjerë më shumë diskriminimin? Të gjykuar dhe të paragjykuar, domethënë, vite përpara po, ndoshta. Vite përpara po. Ndërsa sot është komplet ndryshe. Qysh nga viti 2013 nuk ka më gjykime. Nuk nje më njëri paragjykim. Jo se s'nje. Por gradualisht duke ardhur e duke u largu diskriminimi. Shoqëria shqiptare e ka pranu minoritetin egjiptian. Pakicën. Pakicën me komunitetin tjetër si e keni marrëdhëniet? Mirë. Të dy bashkëpunim. Janë njerëz mirë, punëtorë, sepse i kemi dhe atje ke kompania, qoftë rom, qoftë egjiptian, por edhe shqiptar kemi. Janë njerëz korrekt. Po. Tani të ndalojmë pak tek piktura e tretë, tre piktura që ka zgjedhur Bardhyli t'i sjellë në studion tonë për të na dhënë dhe mesazhe dhe komente për secilën pikturë. Më trego pak. Ja tek e kemi piktura. Këtu është afrohet kamera. Meshari i Gjombuzugut. Edhe këtu ka një histori kjo pikturë. Sepse edhe Gjombuzuku ka folur për egjiptianët. E lashtë. Edhe këtë kronikë, domethënë, e kam shkëputur për t'i dhënë një mesazh që Gjombuzuku ka folur për egjiptianët. Ashtu siç flasin shumë publicistë. Qysh në kohën e përparme e diktaturës, pavarësisht se dikush për shembull nuk e ka vënë re. Po unë sinqerisht e kam vënë re, domethënë që edhe në atë kohë u fliste. Pavarësisht se nuk e thonin drejt për drejt që ky i përket kësaj pakice. Ose kjo i përket kësaj pakice tjetër. Përkundrazi. Ndërsa sot e ke pakicën egjiptiane në të gjithë letërsinë. Përveç historisë të tyre je fokusuar edhe tek portretet, përveç historisë që ka çdo pikturë. Portrete të ndryshme, sa piktura ke në total, Bardhyl? Deri tash jam gati ke 27. 27. Të gjitha me këto bojra. Çfarë ndjesie ke ti kur gjen bojra apo materiale që të tjerët i hedhin, ndërsa ti i kthen ato në art? Ndjej një kënaqësi. Sepse kujtoj diçka nga e kaluara. Kujtoj diçka. Si ma thea të shprehjen në fillim? Te pricat tona, që ka thonë i madhi dhe i vetmi, Elidon Aliti, te pricat tona janë pasuri për të tjerët. Kjo pasuri ishte për pakicën e egjiptianëve të Shqipërisë. Që u realizun gjithë to portrete dhe piktura. Ti e ke kthyer atë pikërisht në një duke treguar një lloj identiteti përmes pikturave të tua. Kujt e ke treguar pikturat? Fillimisht ja kam treguar Elidonit. I ka parë Elidoni pikturat e tua. Kam zhvilluar edhe një emision tek emisioni Elidonit mes dy botëve. Po. Ai më ka pritur jashtë mase. Jo si një gazetar, po sikur të isha një mik e tij. Dhe vërtet është një mik. Të ka motivuar, të ka frymëzuar që ti ta vazhdosh këtë pasion dhe këtë talent që ke në pikturë. Vazhdo rrugtimin tënd. Biles ai ka qenë i pari që më ka dhuruar dhe bojrat. Bojrat, një paket bojrash. Për të nisë rrugtimin. Bukur fort. 27 ke dëshirë që përmes një numri të konsideruar të pikturave të hapësh një ekspozitë në të ardhmen, e shikon si të mundësi? Në të ardhmen kam qef të hap një ekspozitë. Kam qef. Po se kur nuk i dihet, sepse edhe angazhimet tjera në punë, familje, duke parë e duke bërë. Sa kohë të merr një pikturë? Sa orë pikturon në ditë? Pikturon çdo ditë apo ku ke mundësi dhe gjën? Zakonisht darkave, se unë punoj tuni dytë. Unë deri në 9. Zakonisht darkave, nga pak. Nuk është se
E shikon dhe një formë relaksi, antistresi, pjesën e pikturës? E heq komplet të lodhje, që kam gjatë ditës. Ndërkohë bashkëshortja jote me çfarë merret? Ajo është punëtare, në një market. Po. Ajo punon. Me të ardhurat e të dyve e përballoni me mënyrën e jetesës, vajzën, vajza është në klasë? Gjinat më i qa. Çfarë klase mbaroi vajza? Klasën e 5. Ti je një baba i përkushtuar, tolerant, e ushqen me art vajzën tënde? Normale që e ushqen me art edhe me kulturë. Dëshirojnë që ajo të vazhdoj të pikturoj dhe të vazhdoj... Ajo, do më thonë, ideja ime është kjo. Le të nisi arsimin. Kjo më intereson më shumë. Mos të buajmë si që po buajmë ne. Juve nuk keni bërë shkollën dot? Nuk keni vazhduar dot shkollën? Kam kryer 8 vjeçaren dhe 2 vjet mesme. Më pas e kam stopuar. Pse e stopove? Pse e le shkollën? Arsyeja rinia. Rinia. Po ja që ke talentin e pikturës. Nuk themi dot që s'kemi pas mundësi ekonomike apo gjëra të tilla. Tash është mosha ime, domethënë, e ka arrit demokracinë. Dhe është turp thush që sot nuk ka. Por nuk është dhe vonë, no? Jo. Që edhe ti të vazhdosh diçka. I bëhet thirrje edhe vet minoritet, pakicës time, që të vazhdojnë arsimin. Të shkollohen. Të shkollohen, sepse nëpërmjet arsimit ne marrim integrimin. Edhe shoqëria shqiptare do të na pranojë. Qartë, falenderoj shumë Berdhyli, shumë suksese në pikturat që ti dhe në artin që ti bën. Të uroj gjithë të mirat. Faleminderit që erdhe në Reze Dielli. Ne do të shkëputemi këtu me Berdhylin, bashkë me ju, do të ndiqni tani intervistin që kemi zhvilluar ditë më parë dhe që nuk arritëm dot ta transmetonim dje me shefen e kuzhinës Silvana Musej. Shikim të këndshëm.